kemi konferencën e sigurisë euroaziatike në Minsk, e cila ka bashkuar 40 vende në frymën e dialogut të lindjes. Qartazi një mesazh i tensionuar ky sa i takon NATO-s, Aleancës Euro-Atlantike, një kontrapedal i NATO-s. Apo krijohet Elianos që bosh i ri sigurie në Euroazi që kërkon të po themi të konfrontohet politikisht me NATO-n? Atëherë, gjatë datave 28-29 tetor në kryeqytetin bielorus në Minsk, është zhvilluar konferenca e tretë e sigurisë euroaziatike, ku siç e thatë ju, pjesëmarrës kanë qenë rreth 40 vende të botës, duke me përfaqësi të larta, duke folur që nga ministra të punëve të jashtme deri në ministra të mbrojtjes, sigurisë dhe ushtrisë, mbi 200 ekspert, akademik, profesor, gazetar dhe specialist të fushës. Vlen të theksohet se gjatë kësaj konference nuk kanë qenë vetëm vendet e Eurazisë. Një fakt interesant është që hungarezët, turqit dhe amerikanët kanë qenë prezent në të. Kanë dërguar një delegacion, sidomos amerikanët kanë dërguar një delegacion të madh. Kanë zhvilluar takime me palën bieloruse sigurisht dhe me gjithë bashkëpunëtorët e tjerë të participantë në konferencë. Një nga fjalët më të veçanta që u mbajt pas fjalimit të presidentit Lukashenko ka qenë edhe fjala e ministres së punëve të jashtme të Koreas së Veriut. Herë e parë që Korea e Veriut participon në një format të tillë evropian. E kemi thënë që e kemi Korenë e Veriut komshi këtu në Evropë tani, se kaq shumë e kemi përmendur. Pas armëve që aktualisht janë në Ukrainë, diku te 5 orë kufiri polak që kemi përmendur. Kjo është eforta e parë diplomatike, ndoshta që nga viti 1984, ku Korea e Veriut krijoi një efort të madh diplomatike në Evropë për të stabilizuar marrëdhëniet me Evropën atë kohë. Kjo është pas pothuajse mbi 30-40 vjetësh eforta e dytë më e madhe që ata bëjnë, pasi ata nuk para kanë qenë prezent në vendet evropiane në kontekst diplomatik, konferencë të tjera. Jo, imagjinoj që nuk është Korea e Jugut. Imagjinoj që nuk është Korea e Jugut, dhe është Korea e Veriut, e kupton? Po. Është Korea e Veriut, është diçka që mund të quhet një lloj hapi i madh përpara, që nga viti 1984, ku vetë Kim Il-sung ka ardhur në Evropë, ka bërë një tur evropian në Evropën Lindore sigurisht. Por që atë nuk është parë ndonjëherë një delegacion kaq i madh, le ta quajmë shtetëror korean verior, të participojë kaq normalisht një shtet normale të tjerë. Nëse po. Nga fjalët më interesante ka qenë edhe fakti që delegacionet nga Amerika, Turqia, sidomos nga Hungaria, ministri i punëve të jashtme Peter Siatro, ka mbajtur një fjalë të ashpër, nëse mund të quhet e tillë, ku ka kritikuar politikat energjetike të Bashkimit Evropian, bllokimin e naftës dhe gazit rus, ka denoncuar sulmin e Ukrainës në tubin e gazit dhe vajit Druzhba, që le të themi krijoi një dëm shumë të madh ekonomik në Hungari ku ndodhi para 1-2 muajsh. Pra, një farë mënyre është treguar që shumë faktor, sidomos kanë qenë prezent nga ana polake, flas duke qenë që jam në Poli, kanë qenë shumë gazetarë nga mediat polake, janë të interesuar për ta mbajtur dialogun akoma aktiv, për të parë, le të themi, pikpamjet këndvështrimet e të dyja palëve, për t'i ditur, dosa ato pak a shumë dihen nga deklaratat televizive, dihen nga në kanalet diplomatike, gjithsesi është mirë që dialogu ekziston, është mirë që ata ishin në konferencë dhe diskutuan. Një tjetër pikë interesante është që gjatë fjalës së tij presidenti Lukashenko ka gjithashtu denoncuar anën lituaneze. Lituania aktualisht ka mbyllur kufirin me Bielorusinë, ndërsa pala polake në mënyrë interesante ka lajmëruar se do të hapet 2 pikat e tjera kufitare. Pra kufiri me Bielorusinë do të hapet në grad totale plotësisht, sidomos edhe lidhja hekurudhore që të dy vendet kanë pasur së bashku. Gjë që mund të quhet është pjesë ndoshta mund të aludojmë efortës së Perëndimit për ta tërhequr më shumë Bielorusinë drejt vetes. Pra në fillim kanë qenë delegacionet amerikane, heqja e sanksioneve ndaj Belavias, kompanisë shtetërore të fluturimeve bieloruse,
më pas delegacioni papal, siç kemi folur edhe herën e shkuar, që ka rilidhur sërish në gradën më të lartë marrëdhënie diplomatike midis Vatikanit dhe Minskut, në gjë që ka ndihmuar dhe Bielorusin në farë mënyrë që ta uli pak le të themi konfrontimi që e brëndshëm që ata kanë me katolikët, duke qenë që katolikët në Bielorusi kanë një status të veçantë, duke qenë që shumica janë edhe polak, minoritarit të tjerë. Në ditën kohë, polakët duke se po japin dhe ata dritën e tyre jeshile, duke hapur lotarish kufirin dhe duke folur ndoshta edhe mbi heqjen e të themi disa sanksioneve që kryesisht dëmtojnë bizneset e vogla bieloruse, pra popullin, më shumë se sa qeveritarët e lartë. Ajo që unë dua të kuptoj, Elianos, është cili është thelbi i mesazhit politik të kësaj konference, e cila është goxha masive dhe, po them, e mediatizuar për shkak të pjesëmarrjes. Kryesisht është ngritja strukturave të reja të sigurisë euroaziatike, që përfshin si Evropën si Azinë, duke qenë një delegacion shumë i madh ka ardhur nga Azia veçkuese veriut, ka qenë dhe Republika Popullore e Kinës, Vietnami, Laosi, India, Pakistani me delegacione shumë të mëdha prezente në konferencë. Gjë që tregon që edhe këta faktorë të Azisë juglindore kryesisht janë të interesuar për të qenë pjesë e këtyre strukturave që duke se do të sigurojnë stabilitetin, paqen, po njëkohësisht edhe funksionalitetin e gjithë rrugëve tregtare, ekonomike, toksore dhe ajrore, midis gjithë prej Evropës lindore, pra që është ideja prej Parisit, Berlinit, Londrës, deri në New Delhi, Pekin, Moskë, Pyongyang e të tjerë. Pra mund të thuhet se dëshira ekziston, dhe ndoshta shumë vende janë lodhur nga konfliktet, mund të thuaj që janë lodhur nga armiqësitë dhe ndoshta kjo konferencë është edhe një dritë jeshile, edhe një trebus që këto vende tani shumë vende, si edhe Polonia për shembull, edhe Hungaria, edhe Turqia dhe Amerika sidomos, që ka qenë pjesëmarrëse, kërkojnë të japin një shans kësaj plan projekti dhe nuk kanë hequr dorë akoma, ndosë shumë media në perëndim sot si Washington Post, New York Times e tjerë e trupentojnë që diskutimet kanë dështuar, vetëm forca është vetëm një gjuhë që këto vende njohin, flasin pra si Rusia, Kore e Veriut, Kina, India, ata njohin vetëm gjuhën e forcës, nuk njohin gjuhën e fjalëve. Kjo konferencë për mendimin tim ka treguar që jo amerikanët, si dhe evropianët nuk kanë hequr akoma dorë nga diskutimet dhe e vetja mënyrë për të bashkëtuar dhe për të ndërtuar skema sigurie është nëpërmjet diskutimit, nëpërmjet tyre platformave si Minsku, jo nëpërmjet dhunës, forcës ose të treguarit siç është së fundmi me presidentin Trump dhe presidentin Putin, kush hedh më shumë armë bërthamore. Presidenti Putin bëri testet në Siberi, presidenti Trump po bën testet në Nevada. Ajo që unë dua të kuptoj është cili ishte pozicioni i Rusisë për ta mbyllur këtë çështje, cili ishte pozicioni i Rusisë në këtë konferencë, si vendi ushtarakisht më i fuqishëm. Neutral kryesisht. Konferenca le të specifikojmë që konferenca zhvillohet nga Bielorusia, jo nga Rusia. Platformën që ata zhvillojnë janë ata promovuesit e gjithë, nuk është se prandaj dhe quhet konferenca e Minsku, nuk quhet konferenca e Moskës ose Peterburgut. Rusia ka mbajtur rolin e saj ose le të themi pozicionin e saj që ne pak a shumë e dim, aktuali. Pra ata promovojnë dialogun, promovojnë që Ukraina dhe pjesa e zhvillimit të NATO-s, ekspansionit të NATO-s në lindje prek interesat e tyre kombëtare, duhet të merret në ndërmend ose do të merret parasysh le të themi vijat e tyre të kuqe. Njëkohësisht ata kanë falenderuar palën bieloruse për organizimin dhe kanë theksuar që janë gati për dialog. Edhe njëkohësisht ministri i Punëve të Jashtme Sergej Lavrov ka theksuar që diskutimet akoma po vijojnë për Budapest. Budapesti nuk ka vdekur dhe presidenti dhe ministri i Punëve të Jashtme Siatro ka theksuar këtë gjë, që organizimi i Budapestit vazhdon, është shtyr, po vazhdon. Rusët dhe amerikanët janë në Budapest, gjëja akoma nuk ka marrë fund. Kështu që nuk duhet të propagandohet një gjë që dështoi, asgjë nuk ka dështuar. Akoma një presidenti Trump ka akoma le të themi shpresë për të avajuar diskutimet e presidenti Putin, njëkohësisht akoma nuk kanë dalë në një përfundim që diskutimet dështuan. Qartë. Kështu që vetë për të parë, po që platforma ka qenë më shumë një lloj ballafaqimi, mund ta quajmë, midis gjitha palëve, shprehjes interesash, pikpamjesh, është diçka interesante për studiuesit e fushës për ta dëgjuar se është edhe në YouTube aktualisht, kështu që. Interesante. Mirë, duhet kaloj te çështja tjetër, ti përmendë pak ministrin e mbrojtjes të Hungarisë, në mos gaboj?
apo ja? Ishte punët e jashtme Peter Siatro. Peter Siatro të Hungarisë. Unë këtu doja të ndalesha pak të vendet e Vishegradit, Hungaria, Çekia, Slovakia, të cilat po i dalin kundër Brukselit sa i takon sanksioneve ndaj Rusisë dhe bllokimit të fondeve. A është kjo një çarje në Bashkimin Evropian më shumë se sa për këtë çështje, vetëm pra për çështjen e Rusisë, por edhe më gjerësisht? Në fakt ne i dim qëndrimet e kryeministrit Viktor Orban prej shumë vitesh tashmë në raport me shumë gjëra të Bashkimit Evropian. Çfarë mund ta thuash më shumë për këtë çështje, se duhet mjaft interesante? Atëherë, gjatë intervistat të dhënë për median prestigjioze ruse të Izvestia, që në Shqipëri është një emër i njohur në një mënyrë, ka komunizmit, deputeti i partisë Smer, Luboš Blaha, Slovak, ka deklaruar se aktualisht midis Slovakisë, Hungarisë dhe Republikës Çeke, me iniciativën e kryeministit hungarez Viktor Orban, është duke u farkëtuar një aleancë e re, e cila synon në sakt të kthehet në origjinalitetin e qëllimit të Vishegradit, pra të krijojë një balancë midis presionit të Brukselit, centralizimi që ne e quajmë, dhe sovranitetit të vendeve pjesëmarrëse. Theksojmë që nga këto 3 vende, edhe Polonia, përfshihet nga ana e presidentit, janë të udhëhequra nga qeveri nacionaliste, populiste, konservatore. Kryesisht Slovakët kanë një qeveri socialiste, po ata e quajnë socializëm i fshatë. Socializëm një socializëm i tipit një socializëm nacional. Është një tip komunizmi moderuar, i cili synon sovranitetin e vendit, mos dhënien e themi autonomisë ose të drejtave kombëtare, mbrojtjen e sovranitetit në çdo mënyrë të tjerë. Po është social, nuk është socialist. Partia Robert Ficos. Në Hungari është Fides i Viktor Orbanit. Në Çeki është Andrej Babiš, i cili muajin e shkuar fitoi zgjedhjet, ndërsa në Poloni është presidenti në anën polake, i cili Polonia është pak a shumë se një republikë gjysmë presidenciale, ndosë jo me pushtetut, presidenti ka shumë fuqi në të. Dhe është kryesisht Karol Navrocki, i cili ka marrë mbështetjen nga Konfederacia dhe nga partia PiS, ose Drejtësi dhe Rep, si quhet. Fakti qëndron në 3 aspekte kryesore. E para është gazi, nafta dhe energjia ruse, cilat vendet e Vishegradit, si dhe shumë vendet e Evropës lindore kryesisht, flasim si Serbia, Bullgaria të tjerë, janë shumë të varura. Edhe kërkojnë ta zhvillojnë, duke qenë se është një energji shumë e lirë, shumë kompakte dhe në bazë të fjalëve të tyre, pasi askush nuk mund të flasi dot, por në bazë të fjalëve të qeveritarëve dhe të kabineteve të tyre, Rusia është treguar për pikët në dhënien e dërgesave, s'ka pasur vonesa, kanë qenë gjithçka, nëse ata siç ka thënë, siç edhe tha zoti Siatro gjatë konferencës së njës, kur ata kanë dashur më shumë, kanë marrë më shumë, kur ata kanë dashur më pak, kanë marrë më pak. Pra Rusia i ka mbyllur, le të themi, të gjitha klauzurat e marrëveshjeve, ka qenë për pikë. Gjë që ka krijuar dhe besimin te këto vende, që është një partner i besueshëm. Plus fakti që Rusia ka një pozitivitet në këtë aspekt, që Rusia nuk durin në punët e brendshme kryesisht. Nëse Rusia nuk shikon kërcënim për punët e saj të brendshme, nuk ndërhyn. Dhe duke marrë parasysh që Hungaria, Slovakia, Çekia, kryeministri Iri Babiš ndajnë pikpamje si të presidenti Putin për sa i përket një çështje tjetër të rëndësishme, që këtu fillon dhe konfrontimi i dyre me Brukselin, që është përfshirja në konfliktin në Ukrainë. Ata e quajnë që nuk është puna jon, Ukraina nuk është në NATO, nuk është në Bashkimin Evropian, kështu që neve nuk na intereson, në sakt nuk intereson është një fjalë e fortë, por le të themi që nuk është një obligim i joni që ne duhet të shkatërrojmë ekonominë tona, siç po ndodh aktualisht me shumë ekonomi evropiane që me fillimin e sanksioneve, vetëm për të suportuar një vend nga i cili nëse ndodh që konflikti mbaron dhe ata do të hyjnë në Bashkimin Evropian, më shumë do të hapin probleme, sa do të hapin dyert të reja bashkëpunimi e të tjerë. Ndërsa Rusia ka qenë do të bëhet gjithmonë pjesë e Evropës. Është vendi më i madh në Evropë, është fshinjë jon në shumë aspekte. Në Poloni ne kemi Kaliningradi. Në Kaliningrad është diku te shtator. Nëse për të vajtur në Ukrainë është pak a shumë 11 orë. Me thënë, afër Rusia se sa është Ukraina. Në një farë mënyre
Kjo duke se ka thelluar dhe thyrjen për të Bashkimit Evropian. Flasim midis bllokeve pro paqes, pro dialogu dhe të pranimit faktit që lufta dështoi. Sanksionet dështuan, nuk kanë punuar. Rusia vijon avancimin, do se ne kemi theksuar që këto janë fitore piroike që Rusia po i paguan shtrenjtë si në njerëz, si në materiale, si në dëme, pra pavarësisht çka quhet avancim. Ata po vijojnë avancimin, ata kanë fituar gjatë fundjavë 2 avamposte fort të rëndësishme, sidomos Pokrovsku, i cili ka, le të themi, shkaktuar një thyre të madhe të, le të themi, të forcave ukrainase në frontin juglindor të saj, në Donetsk dhe Lugansk ose Donbas quhet. Dhe kjo duke se po e thyen gjithmonë më shumë moralin e këtyre vendeve, ose le të themi mbështetjen. Kto nuk ka qenë mbështetje të zgjarta, po edhe nëse ata kanë pas pak neutralitet, kjo gjë ka marrë fund. Qartë. Dhe kjo është përhapur vetëm me këto 3 vende. Do ta theksojmë. Presidenti polak Karol Nawrocki e ka bërë të qartë që ai nuk do të hyjë në aventura ushtarake në Ukrainë, nuk ka ndërmend ta bëjë këtë gjë, as të godas dron rus në Ukrainë të tjerë, pasi nuk ka ndërmend ta zhys Poloninë në një luftë të tretë botërore sërish, pasi ne dimë se ç'a ndodhi në luftën e dytë botërore me Poloninë. Po. Bullgaria ishte vendi i cili promovoi madje hapjen e hapësirës së Evropës për presidenti Putin për takimin në Budapest. Malizi, një vend i NATO-s, gjithashtu e propozoi këtë, pra ata janë pro paqes. Slovenia madje në këtë muaj Slovenia është dakordsuar se do ketë referendum për të dalë nga NATO. Slovenia do të bëjë referendum për të dalë nga NATO? Po, është diskutim që është bërë në parlamentin sloven. Slovenët kanë theksuar se mos partia në pushtet, do sa ata janë liberal pro-evropianë të tjerë, ata kanë theksuar që NATO apo del nga objektivat e saj, pra ne nuk po mbrojmë më demokracinë e vlerat tona, ne po mundohemi patjetër të hyjmë në një konflikt me një superfuqi atomike. Gjë që për Sloveni, një vend i vogël me ushtri të vogël të tjerë, nuk është benefit. Ne kemi suportuar NATO-n, pasi NATO është organizatë mbrojtëse. Në këtë rast NATO ka dalë totalisht nga ana mbrojtjes. Pasi kush rrezikoi NATO-s në këtë mes? Është një vend, Ukraina nuk është vendi NATO-s, Ukraina nuk është vendi i Bashkimit Evropian. Ukraina nuk ka as partneriteti për paqen. Asgjë, e ka Azerbajxhani, po jo Ukraina. Pra nuk kemi asnjë obligim. Ne kemi dhënë ndihmën, u dhan Panterat, u dhan Jaguarët, u dhan Himarsat, u dhan avionet, helikopterët. U tha ofensive parë, ofensive dytë, do hymë në Kursk. E thyem, po bëhet rebel, ai do t'i bëjë. Gjithë vimësia e ngjarjeve. Po ndodhi. Po vjen 4 vite. Qartë. Për një muaj është 2026. Qartë. Pra për 3 muaj mbushen 4 vjet luftë. Dhe në 4 vjet luftë asgjë nuk u arrit. Miliarda të hedhura, janë mbi 20-50 miliard euro të hedhura. Ndërsa buxheti i Ukrainës sot plotësohet nga Bashkimi Evropian. Taksa paguesit evropian paguajnë për Ukrainën edhe për veten e tyre. Pra slovenët nuk e kërkojnë më këtë gjë. Dhe është vendosur që anën nëntor, anën dhjetor të këtij viti do bëhet referendumi kombëtar. Do se diskutimet janë shumë të ashpra, ata kanë kërkuar që gjë të shkojnë në referendum, kanë marrë miratimin e parlamentit dhe njëkohësisht është theksuar edhe nga këto 3 vende për të kthyer tek Vishegradi, për ta përmbyllur avashësh. Dhe Slovakia dhe Çekia. Po. Në Çeki sidomos janë rritur shumë forcat anti-NATO politike, që kërkojnë daljen nga NATO. Nëse NATO shkon në një konflikt me Rusinë, atëherë shumë politikanë çek, sidomos e krahut të djathtë, kanë kërkuar të dalin direkt nga NATO. Pasi ne nuk kemi në luftë, ne do të hyjmë në një luftë të re, ne nuk kërkojmë konflikt me asnjë vend tjetër. Nëse ne suportojmë, atëherë do të thotë që ne do të japim suport asa qendron suporti, por nuk dalim jashtë kornizat. Dhe për ta përmbyllur fjalën, ky grup është pjesë e Patriotëve të Evropës, në grupit politik në Parlamentin Evropian, krahu i djathtë radikal që quhet. Po. Dhe qëllimi në vetvete është që të krijojë një balancë kundër hegemonisë, le të themi, të forcave leftiste, liberale, neoliberale, të gjelbra. Grupi, le të themi, që është kryesisht i vlerave liberalo-perëndimore. Dhe kjo që përhapet në gjithë Evropën lindore dhe duhet theksuar që kjo po krijon edhe një lloj fragmentarizimi brenda Evropës. Pra ne kemi një Evropë perëndimore kryesisht me problemet e emigrantëve, do të mbushur me emigrantë, siç e dim krizën që po kalon Italia, aktualisht Franca, Britania e Madhe, sidomos me të jashtëligjshmit, emigrantë jashtëligjshëm. Një Evropë
perëndimore e cila është zhytur shumë në këto kontradiktat sociale ndërmjet propagandave radikale të djathta të majta dhe atyre LGBT, pro abort, nuk e di, pro kafsh, çfarë ata kanë, pro kafsh shtëpiake gjatë këtij lloji. Mjedisore etj, po. Ndërsa nësa Lindja po kthehet në, le të themi, një bastion të lëvizjeve konservatore, me karakter pro-familjes, pro-natalitetit, vlerave normale të saj, vlerave fetare evropiane, pro-kulturës, pro-sovranitetit kryesisht. Qartë. Dhe ideja është që është përmendur shumë sidomos dhe në Beograd së fundi, që aktualisht Evropa është kthyer në një lloj Jugosllavie të viteve 80. Pra veriu më vete, jugu më vete, lindja më vete, dhe sipas edhe shumë diskutimeve që kam dëgjuar së fundi në mediat, asnjëherë poshtë Jugosllavie, dhe në Sloveni është përmendur, duhet shpresuar që nëse ndodh që premisat duken të larta që Bashkimi Evropian do të kufundojë si Jugosllavia në 90-ën, pra të coptohet ose të ketë dalje të tjera pasi janë rritur zërat për një Huksit ose një dalje të Hungarisë ose dalje të Rumanisë. Edhe ato janë përmenduese të Bullgarisë, ku nivelet e euroskepticizmit në Rumani janë shumë të larta, janë mbi 60%, pas njerëzit janë të zhgënjur. Duhet të shpresuar që të paktën nuk do të përfundojmë si Jugoslavia në vitet 90. Pra në luftra, konflikte të tjerë. Do se këto vende duke se po e theksoj dhe njerë, po thellojnë lidhjet bashkë, dhe Vishegradi synimi i saj është të krijojë pak a shumë si Open Balkan, po më të thellë akoma. Qartë. Një forcim më të madh të marrëdhënieve që nëse do të ndodhi nesër pas nesër që Bashkimi Evropian do të pushojë një farë të ekzistuari, do të ketë kondërshta të forta, Vishegradi do të jetë një organizat, le të themi, fëmijë i Bashkimit Evropian. Qartë. Gjë që duket se ka marrë edhe promovim nga shumë çështje politike. Dua të hidhemi tani tek çështja tjetër, nga ne folëm më parë për Korenë e Veriut dhe kemi folur shumë shpesh për Korenë e Veriut, por tani do të flasim pak edhe për Korenë e Jugut, sepse ndodhin gjëra të çuditshme Elianos, duket sikur Korea e Jugut dhe Japonia, dy bastione amerikane të padiskutueshme në gjeopolitik, kanë shfaqur interes që të afrohen gjeostrategjikisht me Rusinë. Apo ndryshon balanca gjeopolitike në Azinë e largët, në linjën e largët, në ato, po them, e përsëris bastione amerikane? Ma shpjego pak këtë çështje. Atëherë, fillimisht me Japoni. Me ardhen në pushtet të presidentes, kryeministres nacionaliste Sanae Takaichi, një nga pikat kryesore të fjalimit të saj të inaugurimit ishte zhvillimi, vijimi i dialogut me Rusi, i cili duhet theksuar vazhdon që prej vitit 1945, pra është një kohë gjatë që ato diskutojnë për t'i dhënë fund luftës. Ato pak a shumë si Shqipëria me Greqinë, akoma nuk kanë bërë traktat paqe së bashku, për shkak të, le të themi, kontradiktave që ata kanë me ishut kurile në pjesën jugore të oblastit të Sahalinit, ku Rusia këto ishuj ka në farë mënyrë aneksuar gjatë thyrjes Japonisë dhe i ka marrë si bazë sigurie që nëse Japonia do të kërkonte një lloj ekspansioni të ri, militarizimi i ri, ato do të ishin gati si vija mbrojtëse, mos kishim le të themi një konflikt të dytë ushtarak që do të shkonte deri në Sahalin, Vladivostok, Mançuri e të tjerë. Kjo është pak a shumë logjika e kohës. Por me kalimin e viteve ato u integruan në Bashkimin Sovjetik, në Rusi sot, dhe quhen pjesë përbërëse pas shpërpresë Bashkimit Sovjetik të Federatës Ruse. Japonia këtë nuk e ka pranuar kurrë. Ata akoma quhen ose territoret të okupuara ose territoret e Veriut që duhet të kthehen mbrapsht. Ideja e kryeministres Takaichi është kryesisht të thellohet dialogu deri në ardhjen e një paqeje. Pra ajo ka thënë që koha për paqe ka ardhur dhe ajo është e vendosur për të shkruar një paqe me Rusinë, për t'i dhënë fund le të themi dispozitave të luftës që vazhdojnë që nga viti 1945, edhe për të hapur një kapitull të ri në marrëdhënien midis dy vendeve. Duke theksuar edhe me popullsitë japonike që ndodhen në Sahalin e të tjerë, që Japonia i ka promovuar që me fillimin e 2022-shit me konfliktin në Ukrainë,
dihet që marrëdhëniet pothuajse vajten në zero midis dy vendeve. Kështu që ata kërkojnë tani që t'i rikthejnë suportin e Japonisë në aty minoriteteve, mbrojtjen e trashëgimisë historike japoneze në Sahalin edhe në zonat e Kurileve, dhe të shkruhet një paqe që të arrijë një dakordësim me themele të përbashkëta, që do t'i krahasë të dyja palët. Ndosë Rusia ka bërë të qartë që ata nuk do të triqen mbrapa, nuk do të ketë as edhe një le të themi kthim territoresh, territori menaxhuar nga dy vende siç ishte puna e Hong Kongut për shembull ose Macau në Kinë. Këto gjëra nuk do të ekzistojnë kurrë. Ata kanë bërë të qartë. Pra japonezët duket se kanë, le të themi, kanë bërë një hap mbrapa dhe kanë pranuar këtë si fakt. Po Koreja? Aktualisht. Ndërsa interesant është fakti së fundmi me Korenë e Jugut. Atëherë, këtë vit Rusia ka hapur zyrtarisht rrugën e Veriut, The Northern Road në anglisht, e cila e shkurton kohën e dërgimit të mallrave nga Azia në Evropë me mbi 50% të saj. Duke qenë që nëse mallat do të shkonin nga Kina ose nga Japonia, do të kalonin në përgjithë oqeanin paqësor, pastaj në ngushticën e Suezit, futeshin më pas në ngushticën e Suezit e të tjerë. Pra është një kalari i gjatë për të marrë përballë. Plus janë dhe rreziqet nga piratët që janë në ujërat e detit të Kuqit të tjerë. Në Somali. Pra ne dihet pak a shumë itinerari. Rruga e Veriut kalon prej Rusisë, pra në gjithë artikullin rus, dhe shkon drejt në Evropë, në portet veriore të Norvegjisë, Islandës, ose vijon më tej deri në Britaninë e Madhe dhe Francë. Po ka shumë shkurtuar, rruga shumë e sigurt, pas nuk ka rreziqe piratësh të tjerë, itinerari është i pastër, dhe kjo rrugë është përdorur këtë vit prej Kinës. Dhe benefitet kanë qenë, siç kinezët kanë deklaruar, fort të mëdha. Kanë qenë ana ekonomike, sidomos kanë qenë të një, le të themi, një ndryshim totalisht prej rrugës së vjetër. Në fjalimin e tij të mbajtur në parlamentin korean, presidenti Lee Jae-myung ka prezantuar një plan me 123 pika për zhvillimin strategjik të Koresë për të ardhmen. Flasim deri në përfundim të mandatit, nga viti 2030-2032 i gjetë. E një nga këto pika ka qenë thellimi i partneritetit me Rusi dhe përfshirja në rrugën e madhe të Veriut, që Rusia, do ta theksoj, e ka bërë pa pagesë. Pra nuk do të paguajnë taksa për të kaluar në territorin rus. Pra thellimi i këtij partneriteti me Rusinë nga ana e Koresë së Jugut po bëhet për këtë qëllim, për përdorimin e rrugës së Veriut. Po, pasi rruga nuk ka taksa, është më e shkurtër dhe shkon është dhe më sigurt, siç e theksuam. Po. Duket se kjo ka pasur një pritje pozitive në parlamentin korean. Koreanët duhet ta theksojmë që edhe me vënien e masave të vogla sanksionuese kundrejt Rusisë, dominojnë tregun rus. Po. Sidomos në punën ose në fushën e le t'i quajmë kozmetikës për anën femërore, femrat. Ata janë dominuesuar, sa kam parë dhe unë gjatë vizitës në Moskë, po të çdo produkt kozmetik ose çdo produkt për trajtimin medicinal për punët e lëkurës e të tjerë, të gjitha janë koreane, 100% të ardhur nga Koreja. Pra ata kanë arritur ta mbajnë këtë trend. Ndërsa në vitin 2021, vëllimi i tregtisë ndërkombëtare ka qenë diku te $30 miliard, në vitin e shkuar ka qenë diku te $11 miliard. Pra dhe rrënja nuk është se ka qenë një rrjet drastike, si ka qenë me Evropën, që nga 100 miliard vajti diku te gati 10 ose 5 miliard. Me Korenë ka pas një rrënje të vogël, të konsiderueshme sigurisht, po jo katastrofale, që nuk thuaj që tregtia pothuajse mori fund. Ata duan ta kthejnë këtë gjë, sidomos edhe në kuadër të marrëdhënies së veçantë që Rusia ka ndërtuar sot me Korenë e Veriut. Po, mund ta përdorin këtë gjë. Pra ta është shqetësuese sigurisht. Pasi Korea e Veriut ka prezantuar një arsenal shumë modern, që ata mendojnë, hipotetizojnë që është suportuar prej Rusisë me teknologji, por Korea e Veriut po ndërton edhe një flotë të madhe. Një flotë me, siç e kemi parë, me anije që janë të afta të lëshojnë armë balistike ose me rrezik të gjatë veprimi. Edhe me destroyer të tjerë.
Kështu që Korea e Jugut i intereson në këtë rast që të një shtet që kryeqytetin e ka në kufi me Korenë e Veriut, nga Seuli kufiri është shikohet nga ana tjetër e ngushticës shtetit japonez. Për një vend të tillë, kjo sigurisht është shqetësuese. Nuk është kështu që edhe mund të them që është një faktor pozitiv. Në këtë kuadër shihet edhe marrëdhënia me Rusinë. Një afrim me Rusinë është një lloj, le të themi, flirtimi pikërisht i marrëdhënieve për të arritur deri te Korea e Veriut, pasi gjatë vizitës së presidentit Trump në samitin e ASEANit, kryeministri koreano-jugor ka theksuar që rruga për dialog midis Koreas së Veriut dhe Koreas së Jugut kalon nga Washingtoni, nga SHBA-ja. Pra Korea e Veriut duhet të përpiqet me SHBA-n për të kontaktuar me Korenë e Jugut. Këtë gjë duket se po bën dhe Korea e Jugut, pasi ata e kanë parë që diskutimi Partia e re kryesisht që janë në pushtet të Korenë e Jugut e ka pak të vështirë, pasi programi i tyre është disi konfrontues me Korenë e Veriut, ndërsa presidenti i vjetër që ka qenë para aktualit ishte më fleksibël në shumë aspekte. Për ta përmbledhur vizitë, uli le të themi kanali kompare pas nuk pranoi flamuj, himne e gjëra, pra bëri gjatë diskutueshme në rang sovranitetit kombëtar për një të mirë të përgjithshme. Për ta përmbyllur avansavash, po ndiqet nga Seuli aktualisht. Seuli nuk do të zhvillojë një dialog të drejtë për drejtë me Penjanin, por të zhvillojë një dialog të drejtë për drejtë me Moskën. Qartë, edhe Moska pastaj me Penjanin. Një strategji për të folur me njëra tjetrën, ato po përdorin faktorët e mëdhenj ndërkombëtar. Në rastin e Koreas Moskva ose Federata Ruse, në rastin e Koreas së Jugut është Washingtoni ose Shtetet e Amerikës. Gjë që duket edhe një lloj, ndoshta mund të hipotetizojmë sërish, një lloj taktike e diplomacisë koreano-jugore për të krijuar ndoshta edhe për të forcuar kontaktin midis Rusisë dhe SHBA-s, pasi për të zgjidhur çështjen e gëdishtit të Koreas, ata do të diskutojnë me njëri tjetrin. Patjetër. Rritur sa më shumë kontakte në çështjen e Koreas, çështjen e Ukrainës të tjerë, ndoshta do ta arrijë të gjenden edhe shumë pikpamje, pikvështrime të njëjta. Pasi sot Rusia është, le të themi, suplimuesi i parë i Koreas së Veriut. Tregtia vetëm me raketa, ata kanë shitur diku te 12 milion raketa dhe antiraketore, ka shkuar nga 7.5 deri në 9 miliard dollar amerikan, që nga 2022. Po për një vend me GDP 39 ose 40 miliard dollar që është kalkuluar GDP-ja Koreas së Veriut, kjo është pothuajse 30-40% GDP-s. Gjysma po. Rusia është furnizuesi kryesor i Koreas së Veriut aktualisht. Ashtu si SHBA-ja është edhe i Koreas së Jugut. Ndërsa mitëset atomike, për ta përmbyllur, SHBA-ja ka dhënë një dritë, le të themi, të kuqe, ku ata kanë theksuar se mund të ndodhi që nëse gjendja e Koreas së Veriut vazhdon të ashpërsohet, do të ketë edhe një, le të themi, bastërvitje atomike midis Koreas së Jugut dhe SHBA-s. Gjë që i shkon pak a shumë stërvitjeve që Korea e Veriut ka bërë me Federatën Ruse. Në kuadër të forcimit të ushtrisë, edhe të, le të themi, artillerisë ushtarake. Megjithësi, për të kthyer tek Korea e Jugut dhe për ta përmbyllur, Korea e Jugut duket se nuk ka treguar interes fort të madh në tregimin e muskujve se sa ka treguar në marrëdhënie diplomatike. Dhe besoj që ata kanë kuptuar që e vetmja rrugë për të komunikuar me Penjanin, po dhe për të theksuar sovranitetin e tyre ekonomik ndaj dominancës që ata kanë nga Japonia, Kina dhe SHBA-ja, që janë tek, le të themi, partnerët kryesorë ekonomik të saj, qëndron duke u theksuar dhe forcuar marrëdhëniet ekonomike me Evropën, si shumë vende aziatike janë duke bërë aktualisht, dhe me thënë diversifikimi i partnerëve. Rilidhja e marrëdhënieve me Rusinë, e cila sigurisht është pjesë e këtij diversifikimi, gjetja rrugëve alternative për të fituar sa më shumë kohë, por edhe për të ulur shpenzimet, pasi ne kuptojmë që shpenzimet mund të përdoren për gjëra të tjera. Dhe ekonomia e Koreas së Jugut nuk është aq bukur sa duket në K-dramat ose në koncertet e K-popit. Njëkohësisht është fakti i fundit që Korea e Jugut ka ose Korea në përgjithësi, ka një minoritet shumë të madh korean në Rusi.
sidomos në Sahalin dhe në Primorski kraj ose kundër Vladivostok. Qartë. Ata llogarit diku te 30-40.000 korean. Ata jetojnë në bazë të tregtave kulturës, gjuhës së tyre të tjerë, po është minoritet. Sado i vogël që mund të na duket neve, është pak a shumë minoritet i konsiderueshëm për Sahalinin që ka diku te 250.000 banor. Edhe kjo duket se është një përpjekje e tyre për të fituar mbi këtë minoritet. Pasi kjo është një lloj konkurrence që Korea e Veriut, Korea e Jugut ka mira tjetër për minoritetet në Kazahstan, në Rusi e të tjerë. Kush do të rriti bëjmë më shumë për vete, që të tregojnë që kush është Korea e vërtet. Pastaj e kanë akoma këto, unë jam Korea e vërtet. Po, secila pretendon që është Korea në fakt e gjithë. E quajmë ne Korea e Veriut, Korea e Jugut. Jo, ato quajnë Korea, nuk quajnë. Kur e quajnë një tjetër, i quajnë ne jemi Korea. Korea, po, sepse Korea është në diskutim më vete. Njëra është Republika Demokratike, tjetra është Republikë Parlamentare. Kështu që duket një lloj lëvizje, si nga Tokyo, si nga Seuli. Qartë. Për të krijuar, për të lidhur ose rilidhur ose thelluar sigurisht. Se duhet ta përfundojmë, jam në limite. Të balancuar vetveten në kontekstin e gjeopolitikës dhe së fundi për të arritur atë që mund të quhet kthim në status quo nazi. Qartë. Pasi ata kanë bërë të qartë ose dhe Nasser nuk bëj qartë që nuk kërkohet të bëhet një Ukrainë e dytë nazi. Qartë. Askush nuk e do këtë, askush nuk e kërkon këtë dhe askush nuk ka për të shkuar kaq larg sa për të krijuar një front të dytë kundër një bloku imagjinar që perëndimi kryesisht mediat liberale e promovojnë, kinezo-indiano-rus. Askush nuk e kërkon këtë. Dhe shpresohet që gjë do të vijojë në këtë frym. Pasi deri tani apat e parë janë ndërmarrë.